Për këshin hotin e tilë ka qenë gjendja, që të ishëm 17 e kry, po i shala se lëshojnë. Srem koreshëm dhe ke mu edhe me më thonë mu bon, ministrën nuk bona. Pse, pra që këshin qyshe, ka vlet kështu. Nuk bona dhe ke se me u livdu këta sërbë, që kjo e kom rejk ministrin, që kjo e kom rejk ministrin, nuk ja bëjt e këto Kosovës, kur pse është zhvillu Amerika në këto shkallë, këtë shkallë, pse është zhvillu këtë shumë. Unë e ka spjegu e zbërthuj 5 arsyet botërore pse është në këtë stadë, është me të me ndëgjajsh. U këshin hotin unë e mojnë men sprejt burgosjes parë, të më dhëmë vitit 84, kemi qenë edhe atëherë njëjtin burg, por nuk kemi qenë njëjtin dhomë, nuk e kom taku atëherë fizikisht, po e dije mojnë men kur është arrestu e burgose, komunikune për mes dritareve, po jo fizikisht nuk më ka ra, a ka qenë me grupin e intelektualve është qujtë atëherë, me krem kryezi, unë alidemajn, plot, burgosur, po është qujtë grupi intelektualve, edhe ka qenë edhe u këshin hoti. Në mas daljes nga burgu, aktivitetin kërë ka vazhdu në atë pjesën e Dugagjinit, nuk më ka ra prap, anadrinit ma shumë, nuk më ka ra më u taku deri të Mitrovica e Sremit. Për e të pari më taku në Mitrovica Sremit, pastaj bashkërisht na kanë transferuar në Nish dhe në burgun e Dubravës. Me 16 maj në burgun e Dubravës e kanë marrë dhe ma nuk kemi ditë për fatin e ti asgja. Që është interesant, ajo me 17 maj është dashtë me kry burgut. Dhe çka është karakteristike edhe njerëzit që kanë nejtë edhe ma shumë se unë në burg, kur nuk ka ndodhë me thonë njerëzit, inshallah nuk e lëshojnë. Dhe thonë, për këshin hotin e tilë ka qenë gjendja, që të ishëm 17 e kry, po inshallah se lëshojnë. Dhe ishë pak e çuditshme ishë. Po, na që erdhëm prej burgjeve të Serbisë, na e pom situatën që shumë e ronë jashtë. Dhe si do mos rreth burgut e arrasoj dhe kishëm frikë që me të vërtet mund ta ekzekutojnë. Dhe besoj edhe që ashtu edhe na ndodhi. Dhe me thonë, ditën që e kanë marrë ka qenë e diel, që është jo karakteristike, jo konvencionale, nuk lëshu kur kush në dielen, do thot. Edhe në qoftë se ka pas më lëshu në shtunën ose dielen, për shkak që nuk punon administrata, ajo lëshu të premten. Nuk ka guxu as me çu deri në hanën. Po, a ky do të kemë lëshu të hanën, e kanë marrë në dielen. Ditë e diele kur e kanë marrë, dhe nuk e na ditë asgjë për fatin e tij, po të them drejtën edhe kur e kanë marrë gjoja pe lëshojnë na mërzit. Vend që më u gëzojnë na mërzit shumë, edhe veç prit shumë çfarë lajme po dëgjojmë. Disi sikur kur na ka marrë mendja. Po edhe ajo kanë shumë i pakënaqur që ka dalë në atë situatë. Po, ju them drejtën këto e kanë bisedu shlershëm. U këshin hoti ka qenë intelektual i madh. Me to nuk e pos paragjykime, nuk e pos nevojë me u rujta, me u fsheha, me thona, me mënu me mashtrua, me mënu me binda, me mënu. Ai ka qenë intelektual i madh dhe ka pas situatën dhe ka ditë situatën. Edhe ai gjithmonë ka thonë, më i kënaqur jam me mlon këtu me juve se me lëshu, që ishte pazakant për një burgos. Kur vjen dita e lirimit është qetërsen, është gëzim, është ju thash përzihet edhe me ndjenjën që i lënë në shok të krejt, po e para është gëzimi. Po jo, edhe ai nuk e ka pas këtë ndjenjë, gjithë kena pritu, po përgatit jem sikur vërtet më lëshu, po në realitet nuk kemi besu. Po këshinim prej si e kom njoft, do të thonë kryesorja, çdo gjë që e ka shtjellu, çdo gjë që e ka realizu, edhe familjen e vet, edhe veten e vet, edhe çdo gjë u mundu gjithmonë me filozofinë mia për shtat, çysh kjo me kanë në dobi të popullit, me dhënë rezultate në këtë drejtim. Më kujtohet aty në Srem Koreshëm dhe ke mu edhe me më thonë mu bon, ministrën nuk bona. Pse, pra që këshin qysh, ka vlet kështu. Nuk bona dhe ke se me u livdu këta sërbë, që kjo e kom rejk ministrin, që kjo e kom rejk ministrin, nuk ja bëjt e këto Kosovës kur, po lemër, po këta dhe të livdohen bersanet këqia. Jo, të ke, iq, nuk e mirë për Kosovën ajo. E ka përshtat disi gjithë, ku du të me pas fitim Kosova, ku du të me pas dobi Kosova, edhe për vetës ti, edhe për akteve ti, edhe për në përgjithësi. Këtë sa kom njoftë edhe sa kena bisedu rrethojshmi shpesh gjithë burgosit e pëtë shumë për një temë. Vështë më betë shumë fascionum. Njëra prej temave ndoshta që mu më kamet, s'pako për i dëshires që e kom dëgju për i ti është, pse është zhvillu Amerika në këtë shkallë, pse është zhvillu këtë shumë.
Unë ka shpjegu e zbërthy 5 arsyet botërore pse është në këtë stad, është me ndëgjajsh. Po, se pa të fatin me dalë, nuk e pa të fatin me vazhdu me kontribu, po ju ka deshtë Kosovës shumë.